mirë. Po. Mirë që ke këtu, ha? Po. Gëzom që u takuam. A mbarua me kollitjet? Po. Atëherë të vazhdoj me punën. Rripa sigurimi. Po. Kaska. Po. Drita blici. Po. Syze që shoj natën. Po. Andi, nëse kemi dritat, pse na duhen syzet që shohin natën? A kam gabuar unë ndonjëherë? Po... Ikim tani. Kur të gjithë nxënësit të jenë duke bërë foton, unë do të shkoj në banjo dhe të ndez magnetofonin. Ata do t'i dëgjojnë zhurmat të çuditshme që do të vinë nga muri, pasi banja është direkt pas atij muri të palestrës. Pastaj, kur njerëzit jenë të merruar pak nga hungërimat, ti të rish litarin që është te kova. Lëngu do të nisë të derdhet dal nga dal, duke u prapur te çdo muri palestrës. Ndërkohë, unë do të vrapoj për në palestër dhe do të shkoj tek vendi im. Kur të më shohësh, ndis dritat. Unë do të përdor telekomandën për të ngritur zërin e magnetofonit dhe ti merru me dritat pastaj. Do të hap mbajtjen e topave dhe voilà! Një festival të merri për të gjithë shkollën. Ikim në shtëpi dhe pushojmë pak. Duhet të jemi tek thjellët që ta shijojmë shfaqjen. Çfarë ishte ajo? Më duket sikur po këndon. Ndoshta duhet të ikim në Shiko. shtëpi. Andi, nuk më duket edhe aq ide e mirë. Thjesht rri i qetë. Mirë, por do jem më i qetë po t'jam pas që këtu. Shiko. Bu! Që nga Andi, çfarë po bën këtu? Njëjta pyetje, vlen dhe për ju. Ne, po bëm një ritual solemn me që isha kurioz, për të kontaktuar me shpirtrat e turbulluar që ende në palestrën tonë. Po flet për skuadrën e basketbollit? Kam bërë disa kërkime të reja dhe kam zbuluar që palestra e re e shkollës është ndërtuar mbi një varrezë antike. Varrezë! Shpirtra duan të rinë të qetë dhe s'duan të jenë të shqetësuar. Mos po thua... Fantasmat ekzistojnë. Ha, pra Deni, nuk mund të rriqesh tani. Po sikur Lori të ketë drejt, a nuk do të ofendojë fantazma? Ndoshta do të na përndjekin në jetë të jetëve. Shiko anën pozitive. Do të kemi gjithmonë miq fërdall. Po, miq të vdekur. Lërini në paqe! Lërini në paqe! Lërini në Për paqe! çfarë bëhet fjalë? Për të drejtat e kafshëve apo për ushqimin që gatuhet këtu në shkollë? Drejtori De Rosa, shkolla jonë është pushtuar nga shpirtrat e të vdekurve. Kjo që nga e re. E dini që është ndërtuar mbi një lëndin ku kishte varre antike? Çfarë? Kjo gjë është shumë qesharake. Nuk mund ta përdorim këtë palestër. Prandaj ne duam një të re. Jeni dakord me mua? Lërini në paqe! Lërini në paqe! Mirë, do ta shikoj këtë punë. Mo hiq një sysh! Mo hiq një sysh! Pse në këtë vend ka gjithmonë ka shumë fëmijë? Mos jemi në shkollë? Shumë i zjuar. Ky vend është bërë më depresionues se sa më parë. Plerat janë shumë fishuar. Ka qenë pak rëmuj kohët e fundit këtej. Vërtet. Unë se kisha vënë re. Çfarë të bëjmë tani? Jam mirë. Thjesht të stresova pa nga gjithë to pa pastërti. Kaq, asgjë më shumë. Atëherë nuk do na duhet të therasim nikun tim gjyqin. Shpresoj. Jo, s'ka as pak nevojë. Tani le të fillojmë. Tani, prit për sinjalin tim dhe pastaj triqe litarin e holl. Mirë.
magji! Përsëri. Puno me mua, zemër. Çfarë po ndodh? Po tani. Çfarë është ajo? Lëvizni njerëz, para se të kthehemi të gjithë në kupa akulli. Oh, mos! Kush po flet aty? Andi, çfarë po? Shikoni, ektoplazma! Është fantazma e shkollës së kaklit lindor! Gjeni pace! Dal! Nuk ka fantasma në shkollën e kaklit lindor. Varrezat antike janë edhe ato një mashtrim. Por ti the Lori që... ka të drejtë. Tash e themi u përhap nga një djalë i quajtur Norman Larkin, i cili ndiqte shkollën e kaklit lindor në vitin 1940. Gjyshi? Po, ajo era e ftohtë dhe lëngu i zi dhe zërat e çuditshëm. Fillova të vërej gjëra që nuk ishin dhe ai spirituale, të cilat po ndodhnin në shkollë dhe ishin të krijuara nga... Mos e bëj, mos më lër vetëm tani. Ç'kemi? Kështu morë në vesh se ishte gjenitori. Të lumtë gjenitor, jam i mahnitur. Vura re që shkolla jonë gjithmonë e pastruar, filloi të mos ishte më e pastër si më parë. E po, mirë që dikush e vuri re, është e vërtet. Kam qenë në grev që kur ai ai trashkulluri, ai fotografi, më ofendoi aftësitë e mia të pastrimit. Por mua mu duk sikur fantazma më thirrën në emër. Andi! Andi! Jo, ishte Sandy. Emri që i kam vënë furrës, ndërsa theksja i quhet Beregard, ndërsa tenxheria quhet Nancy. Nancy? Kështu është ku rri gjithë ditën e ditës duke larë me acide. Mjaft! Po harroni se gjithë fenomeni që shkaktoi këtë, pra duart e fantazmës dhe fotoja shkollës, e bëra unë! Pritja u tregoj. Shikoni se gjenitori nuk është i vetmi që shpik fantazma në shkollën e kaklit lindor. Duart e fantazmës nuk janë gjë tjetër veç se bojë luminishente. E gjitha kjo punë e një shakaxhiu të mirënjohur. E dija që nuk ishte pluhur. Ato duhet të ishin bri dreri. A janë vërtet i çmendur. Brirë dreri! Unë po frymëzohem. Po, u kujtova, tani po shoh një seri prej 365 foto së kakës së drerit e vetë muar. Prit, Janosh, dua të më krijosh një piktur tjetër për fotografitë e mia të kakës së drerit. Po vitëri me ty, Nancy!